إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلنرحم الله سبحانه وتعالى كروسن فوتشبلوت dhe dërgojmë salavata dhe selame mbi pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjekur e ndjekun dhe do të vazhdojnë ta ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të tanë ose pjesa më e madhe e keni pa dhe keni dëgjuar videon e Xhemal Jakupit, në të cilën pretendon se ka sqaruar rranat edhe gënjeshtrat e Besmirës Haçanit. Në fakt, për shkak të angazhimeve tona të shumta të mia, të Idrizit, edhe të Jusufit, shtoj kësaj edhe faktin që na xuni edhe muaj Ramazanit, na vënu në përgjigjen e tij. Kështu që ne fillimisht i kërkojmë halallën vëllezërve edhe modrave që e kanë prit përgjigjen dhe ne na vënu. Në videon e publikuar nga Xhemali bashkë me hoxhallarët, me Jusufin dhe me Idrizin, na jena nalë të disa pika që besojmë janë më kryesorët. Dhe po ashtu tregojnë qartë manipulimet dhe lojnat e fjalëve që i ka bërë Xhemali në atë video. Po ashtu tregojnë tentativen për me i ikë përgjegjësive të veta, edhe për me nxjerr veten të palam në një fitne që ka kanë prej nismëtarëve të saj. Dhe duke kërkuar suksesin e Allahut subhanahu wa taala, them si çështje e parë, ajo që thot rreth minutës 4, thot që kena bë vepra të dukshme, thot për bashkim. Kështu thot. Asnjëherë nuk e kam dëgjuar Xhemal Jakupin me e tregu pse ka lind nevoja që Xhemali me bë vepra të dukshme për bashkim. Xhemali mundohet edhe përpiqet me paraqit çështën sikur fajtorët janë Emini me Abdusamedin, se ata e kanë shkruar pyetjen me shpifje kundër Idrizit, kurse ai vet si Xhemal nuk ka faj. Mirë po, ai vetëm çka ka bë, vetëm ka përcjell pyetjen edhe ka bë kurrierin. Tashti, a lindi nevoja sepse ne u distancum nga ju dhe holl me akuza mi ju asia puna, apo sepse ju keni hall akuza, ju keni përpiluar një pyetje me hamendësimet tuaja edhe mort përgjigjen që kishit nevojë për me na bënë hexher. Kjo do të thonë nuk ka të sqaruar nga Xhemali. Nuk tregon pse ka lind nevoja që Xhemali me bë vepra të dukshme për bashkim. A sepse ai ka hadh akuza dhe i ka bë hexher vëllezërve të tij, apo ka null e kundërta. Kjo është çështja e parë. Çështja tjetër, ose çështja e dytë, është ajo ku thot nga fundi minutës 5, ose në gjoni direkt për i ti se që thot. Këtu thot Besmiri, në umrën e bërë nga Xhemali vitin 2018, i ka lexuar një pyetje Sheikh Abdullah Bukharit, ku përshkruhej Idris Manushi dhe gjendja e tij. Aty pretendohej se Idrisi
është lidhse me bidatxhit, se është kundër selefive, kundër thirrësve dhe davetit selefi, pa ashtu i dekurajon vëllezërit nga pjesëmarrja në mësime, dhe më e rënda se gjëja Idrisi bashkëpunon me sigurimin e shtetit dhe me këtë gjë godet thirrjen dhe thirrësit selefi. Kjo njëherë, do të thënë, kjo pjesë është gënjeshtër ose nuk ka ditë ta transmetojë ashtu si është. Atëherë, lidhe me këtë pjesë, Xhemali mundohet me e heq prej vetit vetë përgjegjësinë dhe thotë që ata që e kanë shkruajtur pyetjen janë Emin Ago dhe Abdus Samed Meta. Po Xhemali çka ka bë? Xhemali vetëm e pas ka lexu atë pyetje. Mirë po Xhemali, edhe sikur ti jesh lexuesi ose ti jesh vetëm kurrieri që ja ka dërgu pyetjen tek Sheikh Abdullah al-Bukhari, që nuk të bën ty të pafajshëm. Edhe ti ke pjesën tënde të fajit, sepse e ke miratu për majtjen e pyetjes. E ke miratu për majtjen e pyetjes që ja ke lexu Sheikh Abdullah al-Bukhari. Dhe që në gjuhë si tjetë edhe më i qartë. Për këtë që them, unë po supozoj që një ditë të paraqitet Alben Aleu, edhe të ne pëty një letër ku përshkruhet se merve Leo edhe devijimet e tia. Çfarë do të kishe bati Xhemal? A do të kishe pranu me lexu atë letër Sheikh Abdullah Bukharit? Pa ta themun që kishe ba, ose kishe refuzu në mënyrë kategorike me lexu, kjo është rasti i parë, ose do ta kishe marrë atë letër dhe do të ishe sqaruar me semirin nëse janë apo nuk janë të vërteta çka thuhet në atë letër për te. A kishe marrë letrën e Albenit pa e vërtetu, pa u sqaruar me semirin, a do ta kishe lujt rolin e kurrierit për me lexu te Sheikh Abdullah Bukhari? A kishe parashtruar një pyetje të tillë kaq delikate, bazu mi fjalët e Albenit edhe dëshmitarëve të tij, mi indicet që ti ke, po e fola si herë me semirin? Kështu kishe vepruar ti? Vetëm një rast do të kishe bërë këtë gjë. Vetëm në rastin kur të ishe edhe ti miratues i asaj që ka shkruajt Albeni kundër Semirit. Të kishe marrë letrën dhe të kishe lexuar tek Sheikh Abdullah al-Bukhari. Dhe kjo është ajo që ti ke bërë kundër Idrisit. E ke marrë pyetjen, ke ballë hamendësimet tuaja dhe masana ke shku dhe ja ke lexuar Sheikh Abdullah al-Bukharit. A e ke refuzuar përmajtjen? A e ke marrë përmajtjen dhe e ke sqaruar me Idrisin? Ti e ke marrë dhe ja ke lexuar Sheikh Abdullah al-Bukharit sepse ti e ke miratuar përmajtjen e saj. Kjo është shumë gjë e qartë, edhe shumë gjë elementare. Dhe çështja tjetër, vepra i përkatësohet vepruesit, i përkatësohet atij që e bën. Nuk i përkatësohet nxitësit. Ky është rregull fikut. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë që nëse unë i them Xhemal Jakupit, ço Xhemal shkallë rrahe Semirin, kriminali edhe përgjegjësa Xhemali nuk ka besmiri. Dënohet Xhemali për rrahje, nuk dënohet besmiri për rrahje. Kështu që vepra i përkatësohet vepruesit atij që e bën, nuk i përkatësohet nxitësit. Unë s'kam faj, sepse unë vetëm e kam lexuar, vetëm e kam përcjell. Pyetjen e ka bë Emini me Abdus Samedin. Dalim tek pjesa tjetër. Po, dalim tek pjesa që unë pas kam rrajt, ose unë pas kam gënjy, ose nuk kam ditë me e transmitu. Dhe për këtë gjë, në gjaje vedin tëmë në audio se që thu. أنه هناك أدلة قاطعة وبراهين كثيرة أنه متعاون مع الاستخبارات الألبانية، ومن هذا الجانب يضرب الدعوة السلفية والإخوة الدعاة. Pra, kjo audio vërtetan atë që unë kam përcjell. Kja parë. Kurse pjesa tjetër ka të bëjnë me analizën e kësaj fjale. Sepse vëlla Xhemali ka bënë një akuzë shumë të rëndë kundër vëlla Idrisit. Është tepër fjalë e rënda ja. Sepse sipas Xhemal Jakupit, shërbimet sekrete shqiptare punojnë kundër Islamit dhe këtë gjë e dëshmoj vetë sepse më ka thënë mukët. Dhe fjala që ka thënë Xhemali për Idrisin është tepër e rëndë. Dhe që të kuptohet edhe më mirë se sa e rëndë është akuza e Xhemalit, po ju lexoj një fjalë të Sheikh Ahmed al-Najmit, Allah më shëroft, i cili thot, po lexoj vetëm pjesën në shqip që mos zgjatëm. Thot Sheikh Ahmed al-Najmi, nëse thot një grup mosbesimtarësh na parashtron që të luftojmë hijabin për të cilin ka urdhëruar Allahu,
apo të luftojmë mjekrën për të cilën Allahu ka urdhëruar që të lëshohet, apo të luftojmë diçka prej simboleve të Islamit, apo na kërkon ky grup i mosbesimtarëve që të bashkëpunojmë me ta kundër muslimanëve, atëherë patjetër që kjo gjë neve nuk na lejohet. Madje kush e bën këtë gjë dhe bashkëpunon me ta në tilla gjëra dhe i përkrah kundër muslimanëve, atëherë ky person konsiderohet miqësues i mosbesimtarëve, bashkëpunëtor i tyre kundër pjesëtarëve të Islamit dhe është lloj prej llojeve të riddes, daljes nga feja. Këtu përfundon fjala e Sheikh Ahmed al-Nejmit nga libri At-Ta'liqat al-Bayhiyya faqe 268. Pra Xhemal Jakupi mohan që ti këtë thanë këta akuza, nërkohë që unë gju a i vetë duke i thanë ata fjalë. As kush nuk ka rajt, as kush nuk ka gënjy, as nuk ka nej problem në transmitimin aty në fjalëve, dhe po ashtu unë gju se sa fjalë e keqe dhe akuzë e rrezikshme është ajo që ka shlu Xhemal Jakupi kundër Idris Manushit. Kja para. Po ashtu i rikthejmë asaj që Besmiri i ka thënë Xhemalin në telefon, e po ashtu ja ka sqaruar edhe Idrisi ball për ball. Aty në ngjarje i është dhënë një interpretim i keq. Dhe për këtë arsye të është betu ty Besmir që janë keq kuptime dhe janë hamendësime. Mirë po me thonë gabova dhe me pranu gabimin, ka diçka shumë edhe shumë e rëndë për Xhemalin. Çështja tjetër është ajo që përmend Xhemali rreth minutës 21, po, thot se ardha e Sheh Fawazit e ka filluar për çamjen. Kështu thot minutën 21. Minutën 30 fillon edhe tregon që Arafati i ka orientuar me u afru me ne, kurse Fawazi ka bërë kundërtën. Në minutën 50 thot se Arafati i ka thënë hapjani derën. Prap minutën e 30 thot që kishin vrejtje fetare, gabimin fe dhe kemi shpresuar që janë larguar prej atyre dhe bëhet përmirësimi. Pra, me afrim korrigjohen edhe më shumë. Fjalët e tija pra. Sa për kronologji të fakteve, Sheikh Fawazi ka ardhur për herë të parë në vitin 2019. Ka ardhur në vitin 2019 me qëllim për me seru vëllezërit mes tyre dhe me i pajtu ata. Kja kërkesa Sheikh Fawazit, hajde Xhemal, hajde Emin, hajde Abdul Samad. Kurse Arafati për herë të parë a shfaq në mesin ton në 2023 ose në 2024, dhe më thonë 4 vjetë ma vonë. Masalaj për çaj u ka thonë Arafati hapjen e derën. Ju pas keni pas vrejtje fetare kundër nesh. Ju kundër nesh pas keni pas vrejtje fetare. Kurse te ura Beshirit, si ti Xhemal, si Semire, keni thonë që kundër te Idris nuk kena diçka as në zemër, as në mendje. Po si ju ka orientu Arafati mu afru te ne? Si ju ka orientu Arafati që të afroheni me ne, me shpresa që na jena largu prej gabimeve dhe jena përmisu? Po qa menhegjit a ky herë? Po qa menhegjit a ky? Menhegjit hajde bashkona me shpresë se këta janë rregullu, janë përmisu. Bile, hajde bajmë dhe seminar me këta, me shpresë se këta janë përmisu. Mesela tjetra, minutën 45, thot, Besmiri thot ka shkruar një referat, Besmiri ka shkruar një referat të gjatë duke e lëvduar vetveten. Mesela fillon edhe mundohet me shfaq sikur është diçka çështje personale. Këtu do të thonë Xhemali e manipulon komplet situatën. Aja që Xhemali e thon se un jam tu e lëvdu vetin tim, aja përgjigje për Semirin. Semiri ishte të kërku me ditë se ku i keni mësimet, ku i keni këtë, ku i keni atë. Dhe me që Semiri ishte të injoru mundin ton, unë ja kam përmend. Kurse Xhemali që bën? E manipulon situatën, edhe e shfaq sikur se unë jam duke e lëvdu vetin tim. Në rregull. Zene se unë pas kam kanë tu e lëvdu vetin tim. Po për Semirin që thot unë bëj davet tregju, pretendon se ban këtë, ban nat, një anën tjetrën. A mundesh me thonë edhe për Semirin të lutem se ashtu e lëvdu vetin, kam nevojë me një gjuhë këtë gjap, edhe njerëzit kanë nevojë me një gjuhë këtë gjap që mu edhe Semirin me na trajtu një lloj. Nëse unë pas kam kanë duke e lëvdu vetin tim, a ke mundësi me thonë edhe Semiri e ka lëvdu vetin e vetë, unë baj davet tregju, baj këtë kam ba njëna tjetra. Mirë po kja nuk ka noll, dhe as nuk ka me noll. Cili do që e ka një gjuhë videon e Xhemalit, e në gjanë qartë, që gjdo gjatë që ashtë ba prej Semirit, sa do e shumëtu me tjetë.
Xhemali mundohet me I dhënë një tonalitet bukur. Mundohet me zjerë se mirin prej balës që ja ka fut vedin e vet. Kurse kur vjen puna te besmiri, te Idrizi, mundohet me I zjerë si Idrizin, si besmirin, mundohet me I zjerë në formën më të shëmtuar. Çfarë do lloj gjajet që besmiri ose Idrizi të thojnë, të bajnë, sa do e bukur, sa do e mirë tjetë, xhemali e tjetër san, edhe I nep një interpretim keq. Xhemali nuk ka fakte, nuk ka argumente, është dur bosh. Mirë po ka përdor këtë metodë. Këtë metodë ka përdor për me shfaq vetin sikur ka diçka. Çdo gjë që ka bë besmiri është keq. Çdo shëmtim e bame prej se mirit e ka për detyrë dhe është përpjek për me nxjerr me pa tjetër bukur edhe mirë. Në gjojeni prap videon. Edhe keni me pa tendencën e xhemalit për me deformu çdo gjë të besmirit dhe për me zbukuru çdo shëmtim të semirit. Tjetra është, domethënë masi ka kaluar 1 orë 6 minuta. Thot xhemali, Hisham el-Bieli thot ka pas gabime. Pastaj fillon edhe paraqet çështën sikur Arafati vetëm nuk flet kundër tij. Kjo herë nuk është e vërtetë. Musa Khalef, një prej nxënësave të Arafatit, ka përcjell se Arafati ka fol me shumë lëvdata për Hishamin. Kjo është e para. E dyta, nëse Hishami ka pas gabime, edhe tash ky Hishami ja përmisu, pse Arafati nuk mundohet me bashku mes tij dhe shujve selefin e Egjipt? Ky Arafati që ka dhëmshëni për Davetin Selefi, edhe për thirrsat Selefi në Shqipni, pse nuk e shfaq këtë dhëmshëni edhe për Davetin edhe thirrsat në Egjipt? Ço Arafat edhe bashkai? Hishami ja pënua përmisu, hajde tash Arafat edhe bashkai. E treta, Hisham el-Bieli që Arafati I nep teskije nuk lejan që të dërgohet rahmet për Sheikh Hasan el-Bennan, Allah më shëroft, mase ai ka ndru jetë. Dakor? Dhe tjetra, prap domethënë Hisham el-Bieli e akuzon Sheikh Albanin për irxha. E katërta, fjala e fundit e Sheikh Hasan el-Bennas për Hishamin është Hisham el-Bieli akuzon të tanë dietarët e sunetit në Egjipt dhe asnjëri prej tyre nuk ka pështuar nga akuzat e tija për irxha. Këta janë fjalët e Sheikh Hasan el-Bennas. Kurse Arafati në një teskije. Sheikh Hasan el-Benna Allah më shiroft ka thënë për Hisham el-Bielin, nëse ai nuk është prej haddadive, kush janë haddadi thot atëherë? Kurse Arafati në një teskije, në një lëvdata. Sheikh Saleh el-Fauzan, Allahu e rujt, thot, nuk lejohet marrja e dijes nga ignorantat, as nga bidatçit dhe devjumunit, edhe nëse ata quhen dietar. Fjala Sheikh Fauzanit. Si në teskije Hishamit o Arafat? Po ti më xhemal. Si I del mbrojtje edhe justifikan? El-Fudail ibn Iyad, Allah më shërof, thot, kush e madhnan një njerit bidatit, aja është ban nim që shkatrohet Islami. Kush I bosjesh në fytyrë një bidatçiut, aja është tregu në nçmus I asaj që ka zbrit Allahu. Kush e martan vajzën e tij me një bidatçi, vetëm se I ka shput lidhjet fisnore me të. Kush e përcjell xhenazën e një bidatçiut, do të vazhdojnë të jetë në hidhnimin e Allahut derisa të kthehet. Klum xhemal, jetën e emrojt Arafatin. Arafati që lëvdan edhe jetë skia haddadive. Në vend që me hekdur, e minimizon çështjen edhe I del mbrojtje. Pa dyshim që kja shkelje e qartë e menhexhit selefi nga ana e Arafatit edhe nga ana jote. Po ashtu tregon se dietar sikur Hasan ibn Abdul Wahhab el-Banna dhe Sheikh Rabi Allah më shiroft janë një rrugë, kurse Arafati bashkë me ty keni marrë tjetër rrugë. Tjetra masanaj është mas një orë të 8 minutash, thot, a do të marrë fjallën, e ka fjallën për mundë, a do të marrën besmirin, fjallën e Sheikh Hasan el-Bennas, naj Bilal e-Salimit, dhe unë për të pëstu Gjemal, a keme e marrë fjallën e fundit ku Sheikh Hasan el-Benna e lefden Sheikh Bilal e-Salimi, apo keme u kap edhe keme u shtrengu për fjallën e ti djetër, Allah më shiroft. Prej fillimit edhe deri në fund videos Gjemali, qa të regan, I të regan gjysë të vërteta. Edhe kja një prej tyne. Qa standartit dhe me praktiku Gjemal? A dhe me praktiku standartin e marrjes fjallës fundit, apo standartin e marrjes fjallës që ty që kanë ma përshtat? Edhe që të bëhet ma qartë kësi çështje, për lexoj 2 ajete, ku Allahu te bareke ve taala thot, ja ayyuhalladhina amanu,
la taqrabu s-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O ju të cilët keni besu, mas ju afroni namazit ndërkohë që jeni të dehun, derisa dini atë që e thoni. Dhe thot Allahu te baraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju të cilët keni besu, vërtet alkooli, bigjozi, idhujt edhe falli janë prej punëve të shejtanit, andaj largohuni plotësisht prej tyre në mënyrë që të shtoni. Cilin prej ajeteve të praktikojmë xhamal? Ajetin ku nuk mund falim namaz nëse jena dehun, apo mos ta pim hiç alkoolin siç thot ajeti i dytë. Po dyshim që nuk e pim alkoolin, sepse do të veprojmë me ajetin e dytë, i cili e shfuqizon të parën. Mas kësaj çfarë bën xhamali? Mas 1 orë e 10 minutash, mohan që Arafati ta ketë mshef fetvane Sheikh Rabis. Në lidhje me këtë pjesë, Sheikh Fawaz al-Madkhali e ka demantuar këtë gënjeshtër të Arafatit, cilën e përdor edhe xhamali në video. Sheikh Fawaz al-Madkhali thot një shkrim të datuar me 2 shkurt 2026, thot është vërtetuar me dëshmi të shkruame dhe të theksuame se Arafat el-Muhammedi e ka mohu ekzistencën e një fetvaje të Sheikh Rabis Allah mëshiroft në lidhje me çështjen e adanit. E kjo përpara disa viteve me një mohim kategorik në një tubim privat. Mas një farë kohet, aja ka pohu ekzistencën e fetvas haptazi përpara një grupi vlleznish. Masanaj, kur është pyet në lidhje me këtë kontradikt, nuk është kthy tek e vërteta, mirë po ka filluar mu justifiku se çështja është për mu msheh dhe jo për mu u shpërda. Në këtë rast duhet thënë se e vërteta nuk njihet duke u fsheh dhe të kotën nuk mund të justifikosh me dobinë e përgjithshme. Fetvaja ose është e vërtet dhe mshehja e saj është pa besi, ose është e kotë dhe përcjellja, publikimi i saj është krim. Me bashku mes mohimit dhe pohimit në varësi të tubimit është mashtrim që nuk i ka hije thirrësit as nxënësit të dijes. Thot, e keni pa të tanë se si Arafati bashkë me shokët e tij thirrësa të adanit e kanë mshef fetvan e Sheikhut ton Rabi Allah mëshiroft në lidhje me domosdoshmërinë e qendrimit sipas politikës së koalicionit arab dhe mbretërisë së Arabisë Saudite në lidhje me çështjen e Yemenit. E kjo pasi Sheikh Ali el-Hudhaifi ja seroi Sheikh Rabis në një mesazh privat. Ata nuk e shpërndan, e ka fjalën për fetvan. Ata nuk e shpërndan fetvan. As nuk e sqarojnë përmbajtjen e saj. E kja është një tradhti e plot në të tana kuptimet. Këtu përfundon fjala e Sheikh Fawazit. Dhe ky është manipulimi i fundit që bashkë me vëllezërit me Idrizin edhe me Jusufin kena zgjell për me trajtu. Përndryshe në videon e xhamalit ka shumë gjëra të tjera, manipulime. Mirë po ne jena mjaftuar me ata që na janë duk më të rëndët dhe me qëllim që gjendja e Xhemal Jakupit sqarohet pa u zgjat shumë. Dhe mas tyne që u përmendën Monald, është e lehtë më kuptu se Xhemal Jakupi kur flet tregon gjysmë vërteta. Bile rran, shpif, bile mrand kotat edhe devijimet e Arafat el-Muhammedi, i cili lëshon vlerësime edhe për Hadadit. Po ashtu fjalët dhe veprat e njerëzve ky i vlerëson me 2 standarde, duke tregu pa drejtësi dhe mungesë të theksuar të moralit të drejtësisë. Kja pa pikë dyshimit që nuk është rruga dietare dhe ne e lutim Allahun subhanahu wa taala që ta udhëzojnë dhe ta përmirësojnë. Prej Allahu te baraka wa taala vjen suksesi. Salavatet dhe selamet e Allahu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij.